Mi mbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, si çdo natë, e sot ditë dhe hen, të dashur shqiptar, ka një javë e ca, zjen tirania. Tirania ka 35 vjet, me bolshevikët spionazh, gazetar, prokuror, gjyqtar, deputet, biznismen, do me thënë, këta që i quajnë të pasur. Të dashur shqiptar, jam i detyruar që më dërgojnë fotografit, fotot, që këtu në Shqipëri, si që kam thënë përpara, vinë me gjaketa të vjetra dhe kur kthehen me valigje me dollar. Sepse kështu është kur ka 35 vjet me njerëzit më të korruptuar, me njerëzit më hajdut, shqipfolës, anti-shqiptar. Pra unë shoh në foto la fose dë vesht, presidentja e Evropës, e Bashkimit të Evropës, presidentja e ignorantëve që janë mbledhur deputetët si Greku që ka dërguar nga Shqipëria, një copë ignoranti. Vjen ajo këtu dhe kërkon të na japi neve llogari, mashtron shqiptarët së bashku me Edi Ramën, që i thot dë vesht sa para që unë të flas. Ju mund shoni edhe fotot e tjera, kjo është fotoa e parë se si e pret Edi Rama, kurse këtu, kjo zonjë, kjo flet, do vi të mësoj niprat, nipat e Skënderbeut, të Aleksandrit të Madh, të Teutës, të shqiptarëve që po lejnë kudo që vjen në përbot, lejnë gjyrmat më të mirë. Din disa gjuhë, janë profesor, janë inxhinier, doktor, po thuajnë gjithë botën edhe në Amerikë. Vjen kjo këtu dhe mashtron, kjo e di që e gënjen popullin, po kjo me një fjalë të flasi merr miliona dollar dashur bashkëdhetar shqiptar. Vjen këtu dhe thot para kryeministrisë se unë do sjell biznismen nga Evropa. Po. Ashtu, si na e solli një Soro të Sorolapit, George Soros, që na i suall që më 92-shin. Pra dashur shqiptar, janë tërë mashtrime, ju i dini pak më mirë se mua, sepse i keni hequr në kurriz tuaj, keni hequr 46 vjet me regjim komunist dhe 35 vjet me regjim hajdutësh, spionësh. Pra dashur shqiptar, Edi Rama duke folur, por fytyra e tij është tamam si shkon në xhenaze. E thot me veten e tij, po dal, po së shpejti do vdes në burg. Pra ajo zonja ande flet, po e di fare mirë se edhe ajo do dënohet për arsye se, si që thash, bën pazar të dashur shqiptar. I vetmi shtet në botë që është, që quhet Shqipëri, këtu, për një fjalë të thuash që jemi me ty Edi Rama, $2 milion se janë një çfarë. Janë një kafe. Pra, kjo zonjë ka erdhur si që erdhi pak kohë javë më parë, që erdhi një nga New Yorku, erdhi një i zi, dhe fillovi të fliste me Edi Ramën se unë do sjell tregtar të Amerikës. Të dashur shqiptar, po e them me plot gojë, me bindje time të arsyeshme. Asnjë për 35 vjet të dashur shqiptar nuk kanë erdhur amerikanë. Të gjithë ata që kanë erdhur me kisha për të përçarë shqiptarët, me kisha të ndryshme që po hidhen të rinj si që u hodh njeri para sa vjetëve, u hodh nga Durrësi, nga dritare. Të dashur shqiptarë, u kam thënë, dhe bota ta di,
ne kemi 3 fe, musliman, ortodoks dhe krishterë o katolik, po thua janë njësoj. Fe tjera nuk do ekzistojnë në tokën e Shqipërisë. Edhe feja që kemi të dashur shqiptar, musliman, katolik, ortodoks, krishterë janë njësoj. Ne e dim se që kemi hequr. Ne e dim se si kemi ndryshuar. I vetmi shtet në botë që quhet Shqipëri nuk ka dallim për ne feje. Nuk ka dallim se është katolik ose është musliman, ne jemi si vëllezër. Kemi vajtur gjithmonë edhe të thënën pas prindërve tonë, kur beshin pashkat vinin tërë muslimanët, kur beshe Barjami vinin katolikët e ortodoks. Ne e dim fen, po me thënë të drejtën të dashur shqiptar, e vetmja që ka ngelu për ne me shekuj e shekuj, feja jonë është ky flamuri. Unë ua kam thënë 100.000 herë dhe përsërit e 1 herë. E vetme shqiponjë e zezë dhe sfonti kuq nga gjaku që është derdhur me shekuj dhe nga gjaku që po derdhet për 35 vjet nga të rinjtë që i marrin dhe i shpjen në Bregdet, i hypën në varka të vogla, në gomëna, i shpojnë dhe të rinjtë dhe të rejat behen ushqim për peshqet e detit tonë. Pra dashur shqiptar, këto janë parrulla. Dofta disa nga ju thoni o pilin që dore, po ku janë? Erdhi fundi dashur shqiptar, si që kam thënë, pra kjo zonja do iki si ikët dhe tjerë me para, por aman para të saj, ne jemi në ndjeket dashur shqiptar. Kush shyn e kush del për 35 vjet, ne i dim çfarë kanë marrë, si i kanë marrë, ku i kanë shpënë dhe ku i kanë. Do t'i keni ju dashur shqiptar. Pra, unë e shoh këtu Kreshnikun, Spahin, unë e kam thënë dhe përpara. Po mua më ka bërë një përshtypje shumë të madhe Spahiu, ti them është budalla, nuk është budalla, është njëri intelektual, familjen e ka patur në arsim gjithmonë, do me thënë në kulturë, vetë po ashtu. Ky ka qenë nënkryetar i gjykatës së Tiranës. Ky ka qenë në të gjitha gjykatat, ka qenë nënkryetar i Këshillit të Lartë të drejtësisë. Ty tashi e sheh që u vra një prokuror, një gjyktar, po çdo njeri që vritet dashur shqiptar. O të thënë të thjesht, duhet të gjendet e vërteta. Duhet të gjendet e vërteta preardhjes e vrasjeve. Përse ka ardhur preardhja? Se këtu po zhumzhitet që e vravin në mes të gjyqit. Aty ai vravi shtetin, që shteti i shtallur me të. Ai po të kishte hasëm me atë zotnin, për amet kemi të drejtë të themi, i kërkoj falje familjes, unë nuk po e zemrin në gojë, por po ta kishte hasëm, ai e vriste në rrugë, në restorant, në shtëpi, kudo. Po i djali i ri, 35 vjet, pa lindur ai, kishën problem me pasurinë e tyre. E them këtë sepse do dalë dhe Kreshniku. Kreshnik Spahiu shkruan e vërtet dhe i bën shqiptarët ignorant dhe bakti. Do me thënë ne shqiptarët që kemi bakti dhe ky që ndërron syzet çdo ditë e leshrat, e veshjen, në Gjermani, i bën shqiptarët bakti. I bën bakti të dashur shqiptar për arsye si Kreshniku. U kam thënë, janë 10.000 avukat. Të 10.000 avukat që do t'jenë gjallë, do shkojnë drejt një gjykim. Ku e kanë marrë diplomën, si e kanë marrë, si janë bërë gjyqtar. Dhe ky zot mia,
që i bën bakti njerëzit, se kanë shkruar Kreshnik, nuk janë bakti njerëzit. Po njerëzit janë të varfër sepse me pasurinë e tyre, që kanë patur gjysh stërgjysh i kanë punuar në për Amerikë, me shekuj, edhe kanë ardhur, kanë mbledhur tokën e tyre. Regjimi komunist i mori dhe bëri pallate, nuk i shiti. Tani, ai që kishte pasurinë, ai do të marrë. Çdo njeri, po mirë mo, Qelnik, që ti ja le fajin deputetëve, ja le fajin qeverisë, po ti ke qenë i qeverimë. Po ti di fare mirë, ti ke qenë edhe avukati Berishës. Ti di fare mirë 7501. Apo të vinte mirë kur ti mije pasuri. Apo të vjen mirë kur ti jeri Gjermani. A mund t'i thuash baktive, që i ke vënë emrin bakti popullit? Ku jenë parat ti? Ku jenë parat ti që del në televizor? Ku jenë parat ti që të vishesh? Ku jenë parat ti që shkon lartë e poshtë, që s'ke punuar një ditë? A mund t'i thuash shqiptarëve që po i bën bakti? Të dashur shqiptar, kanë 35 vjetë që këta u kanë bërë bakti. Ta fytyra të dashur shqiptar, u erdhi fundi, do të thoni ju, por mirë mo pilin që i ke thënë gjithmonë, të dashur shqiptar, çdo gjë do përfundoj ashtu si është programi, ashtu si që kemi bërë plan, ka kohë, çdo gjë ka përfunduar, janë ndërtime, do t'jenë tuaja, çdo pasuri që kanë do t'jenë tuajat. Unë kam thënë 97% që u kanë marrë pasurit, 97% që i kanë fëmijët jashtë, 97% që nuk i din ku i kanë fëmijët, në përburgjet e Evropës. Ajo zonja që erdhi këtu, fletë si bilbil, vjen në tokën tonë, dhe shet dengla këtu, e na tregohet që ajo ndona sjell ka njerëzit dhe. E na thënë ka neve do hymë në bashkimin e Evropë. Po ne jemi në Evropë. Ne kemi bërë Evropën. Amerika është tu dashur shqiptar. Ky do bëhet shteti, një urë, një Amerikë e vogël në zemër të Evropës. Pra, Qelnik të them, qepe më mirë, sepse nuk e gojë të flaqë, sepse si që thash, Qelnik ti dhe shumë të tjerë që janë jashtë, atë dheut, janë me parate shqiptarëve, janë me gjakun e shqiptarëve. Nuk do të përmendje sot, por me qenë se ti po e tepron, po na bën bakti shqiptarëve, që djemë të shqiptarë janë shumë të aftë, janë serios, janë pa punë, kurse ti breth lartë e poshtë me një frances tjetër aty, me burimin, edhe bëni planit që ande shani njerëzit. Pra, shqiptarët nuk janë bakti. Shqiptarët janë shumë të aftë. Po shqiptarët e ka zënë e keqja si i kanë marrë pasurin. Pra, këta kishe unë me Qelnikun. Goditja e papritur përfundon loja e Ramës, kushtetuta zgjedhjet e nëntorit. Të dashur shqiptar, unë nuk kam thënë para se Edi Rama të shpalte zgjedhjet me nëntor. Ne u kemi thënë, dashur shqiptar, se ne jemi në kontroll çdo gjë. U kam thënë që nuk ka zgjedhje. Edhe me 11 që u bën, përsëri po them, nuk ishën zgjedhje. Ato u bashkuan të dyja partitë, si për 35 vjet, vetë janë emëruar, i marrën nga rruga, i marrën me diploma të plepave dhe i emërojnë. Është pa urdhë keqëzes, pa vullën e keqëzes, pa vullën e Evropës, se kështu janë mësuar gjithmonë, me Evropën që u vjen këtu, u bën zgjedhjet. Pra të dashur shqiptar, unë i shoh në foto, unë shoh i quajtur president për mua, a i dushe arrestuar 8 minutë që gjykata e kushtetutës
e anulloi zgjedhjet, ai dushe arrestuar, sepse e ka shkelur me këmbë kushtetutën që ai është emëruar president nga Edi Rama. Ai ishte një sekser i Edi Ramës. Ai bënte këto, të dashur shqiptar, se janë zë syt. Le që s'di të lexoj kushtetutën, ai di si të vjedhi në Bregdet, si t'i marri kur u bë i luftës gjeneral joja, i ushtrisë, dhe ministër, më në fund, i ushtrisë, mori gjithë pasuritë, i ka shitur, por të dashur shqiptar, unë kam thënë, ai nuk do ketë gjë tjetër vetëm një palë kominosh. Unë shoh dhe Edi Ramën që i ka qakorrysur syt dhe shikon, Edi Rama e ka shumë të shkurtë të dashur. Ashtu e përhapnë që kryetari i bashkisë ka dalë nga burgu, unë thash jo, edhe ai është shëndoshe mirë, i ka dhënë të gjitha të dhenat, s'ka me qa thot, i ka dhënë të dhenat që në nënës të tij, të vëllai që ka tërë ato biznise, që ka tërë ato televizore, i ka dhënë të dhenat si është zvenc kryeministrja, si i kanë vjedhur, si i kanë bërë planet, sa pallate kanë shitur dhe kujt ja kanë shitur. Pra, është të fundi këtyre. Pra këta përfunduan, po këta nuk kanë turp, e njeri që as kuqet, as verdhet, nuk kanë turp. Pra të dashur shqiptar, s'kam qa u them tjetër këtyre, mua vjen keq për atë djalin aktorin, që e përdor, që doli ca ditë, ai është djali i ri, djali i zgjuar, jo si disa të quajtur jurist, thonë është familje komunisti për këtë djalin. Dashur shqiptar, nuk kam të themi janë komunist. Djemë të rinj janë që kjo kombi, Shqipëria ka nevojë për djemë si ai aktori. Unë ja kam thënë edhe përpara aktorit që ai mund të bëhet ministër, president, zotësi e tij. Pa ata njerëz që hapën propagandë që ai është një familje komunist, ata janë bolshevik. Ata kanë qenë kapterët e komunizmit, kapterët e ministrisë të brendshme, që përhapën fjalën. Pra të dashur shqiptar, unë po them me diçka me rastin e këtyre, ju e keni marrë vesh që kanë filluar të arrestojnë komunistët, spionët e Serbit. Është arrestuar kryesori në Kosovë. Të dashur shqiptar, Afrikë e them, gazetarët e 91-shit që ishin në universitet, kanë qenë të gjithë me gratë, të gerë. Sepse komunizmi në atë kohë, të them Ramiz Aliz, ata që vinin për gazetari, duhet ishe bashkëpunëtori me rrogë i Ministrisë të Brendshme. Ata janë në për televizorit, dashur bashkëgazetar shqiptar. Ata janë në për gazetari. Ata janë kudo. Ata e kanë shkatruar kombin e Shqipërisë. Ata do t'i shihni. Ata prokurorit që humën, kur votuan për surit e tyre, e humën testin, ata janë shpërndar në gjithë televizorët. Ish prokuror, ish avukat, bëjmë planet, si do bëhen zgjedhjet, akoma mendojnë si do bëhen zgjedhjet për Tiranë, për të çakorduar shqiptarët. Arrestime të dashur shqiptar nuk është 1, 2, 100, janë me mira. Sepse u kanë dëmtuar dashur shqiptar. U kanë prishur në për televizorët. Janë televizorët e tyre të serbëve. Janë gazetarët e tyre. Marrën jo nga 10.000, po marrën shumë parat dashur shqiptar. Ku jetën parat? Për të bërë propagandë, për të çorientuar shqiptarët, për të bërë mashtrime, jo as kurrëzie njëri me tjetrin, por janë të njëjti. Pra, të dashur shqiptar, unë shoh aksionet që po bën arrestimet. Ka filluar në Elbasan, të dashur shqiptar, ka arrestime, janë arrestuar, por nuk është vetëm Elbasan, se nuk po e tregojnë, janë Shkodër, janë Durrës, janë Fier, të dashur bashkëdhetar, këtu tregojnë
makineritë e policisë në Elbasan. Janë arrestuar, gjoja disa kriminal, po midis atyre janë deputet. Deputetit që ishin në parlamentin të zgjedhurit për 35 vjet, të emëruar dhe më mirë, dhe këta që janë këtu, që janë pa ligj, që kanë vajtur atje, që këta bëjnë si të duan, si që bën Rama, thotë unë do bëj zgjedhje. Ai drejtim vdekjes e thotë do bëj zgjedhje. Pra dashur shqiptar, s'ka më kuvete, është këputur litari, vetëm do shohim vdekje dhe asgjë tjetër që të shpëtoj ky popull, të shpëtojnë shqiptarët. Pra të dashur shqiptar, arrestime do kini natë e ditë, spaku nuk është në gjumë. Në spak për ditë ven, nuk e them kush vete, po shqiptarët e kuptojnë, për ditë ven dhe thonë mbaroni arrestime, që nga gazetarët, që nga prokurorët, që nga deputetët i quajtur ish deputet, që nga qeveritarët qeveritarët në kohën e Berishës, qeveritarët e sotshëm, ministrat, zvendës ministrat, drejtorët, për këto do përfundoj arrestimi dhe nuk ka rrugë tjetër, jo të vinë nga Amerika, majori i Amerikës, kryetari i Bashkisë të New Yorkut, e të vijë ajo zonja, ajo Bjontja, e të vinë të ingëllojnë në tokën e Shqipërisë, ja. Shqiptarët janë të zotë vetë, shqiptarët kanë bërë botën, shqiptarët kudo që kanë dalë, kanë bërë emër dhe nuk mund të pegojnë disa maraushga, disa mizakali, që janë gjoja avokat, gjoja jurist, gjoja deputet, dalën për televizore dhe lamatisën për njërin e tjetrin që nuk ka zgjedhje, do me thënë, çdo gjë është mirë, dohet Edi Rama e për 20 vjet, do bëhet mbret, se shton këto, i bëjmë palavrat sepse u erdhi vdekja, sepse kanë vjedhur dashur shqiptar, sepse janë pa diploma, janë me diplomat e plepave. Ja pra, e di fare mirë Kreshniku, si i kanë marrë diploma. Pa pik turpi, gjyktar, prokuror, 80% të tyre janë pa diploma. E kanë marrë diplomën për 1 muaj e gjysmë. Nuk i pranojnë këta që kanë bërë universitetin. Mua po më vinë me qindra dashur shqiptarë, që kanë mbaruar juridiken, janë vërtet për të vajtur, për të bërë prokurore, gjyktar, po jo, nuk i bëjnë. E nuk keni eksperimente vetëm, nuk dini, po din ata, spionët, që e shkatruan kombin tonë, që kanë bërë, s'ka më kuvete, ka vajtur në fund fare, s'kanë buk të hanë në Shqipëri. Pra, të dashur shqiptar, unë po nxjerr 2 foto këtu. Dhe unë po e paralajmëroj këtë zotnin që është në ky ka Agaro. Ky e ka në YouTube. Po i them këti zotniut me kompetenca, ka përmendur emrin tim Pilinçi, aty, ky fytyr që merr para për klikime, po YouTube është në Amerikë, dhe jetë kort. Unë ati i le afat, 24 orë, ti tërheqi të gjitha, të kërkoj falje, që ka përdorur emrin tim, me lloj plira, me lloj fytyra që i sjell aty spionat e Ramisalis, spionat e Ministrisë së Brendshme, kapterat e Ministrisë së Brendshme, i sjell dhe përmend emrin tim. Ti zotni, tërhiqi sa më parë, për arsye do përfundosh shumë keq, jo të mbyllet ajo, por do eshe para gjykit, sepse të dashur shqiptar ka një rregull në Amerikë. Nëse një gazetar, që i quan veten gazetar ky zotnia, nëse një gazetar mashtron, gënjen, ze emrin e tetin do në gojë, ai dënohet me burg. Qindra gazetar janë dënuar në Amerikë. Kurse në Shqipëri,
Po ti thuash një gazetari, një palo shqipforës, o thot më kërcenove. A pra, gazetar, nuk jam unë që të trembe nga ju. Pra e ke hapur atë stacion për të mashtruar njerëzit, del 3 herë në ditë me të njëjtët njerëz dhe ke zënë emrin tim. Emrin tim, jo ti se zë dot, por nuk është lindur ai njeri që zë emrin tim, sepse familja ime është vrarë me shekull e me shekull. Asnjë s'më ka vdekur përveç babës nga burgu dhe më vdiq në Amerikë. Të gjithë janë vrarë nga plumat për të mbrojtur kombin e Shqipërisë. Dhe ky Pilinçi që shet ti që ke vënë emrin aty, kur neve kemi ikur, shtyllasi është rrethuar për një javë. Jo vetëm shtyllasi, po kanë futur dhe kryetari e degës të Korçës, e arrestuan në burg, sidomos edhe të Fierit, pse nuk na zon dot si familje. Pilinçi ka qenë një intrenim dhe e njohi gjithë të intrenuar. Pra, unë jam Pilinçi, unë jam në Amerikë, unë jam në Evropë, unë jam në Shqipëri. Dhe po ta përsërite njerë, është edhe një tjetër të xhembon, largohe sa më shpejt, për ndryshe, unë do lajmëroj YouTube-in në New York, jo do të blokojnë, po do të kërkoj dhe parat që ti ke marrë për kaq kohë në klikime. Ky është tjetër, të dashur shqiptar, 5 pyetje. Këtë e ka Ilir Babarama. Ilir Babarama është në televizor, ka 35 vjet që llomatet anti-amerikan. Ky djali punon për atë, dhe ky e ka zënë emrin tim Pilinçi, që të bëj klikime, dhe ky djali zë emrin tim në gojë, që s'ka të drejtë, si që thash më përpara, lek që s'janë gazetar, por e kur janë gazetar për herë të parë, këta duhet dënohen me burg. Sepse gazetari është profesioni mi hart, mi bukur, po është profesioni që të tregosh realitetin e ngjarjeve, jo të mashtrosh një person në detyrë, o çdo person, jo të mashtrosh mbi policin, jo të mashtrosh mbi qeverin, të thua çdo gjë realitet. Kur thua realitet, janë me prova. Ky zoti më ka nxjerrë emrin mua këtu në gojë, me një farë kapteri, më ka zënë emrin në gojë e merr për ditë për të klikuar. Përsëri edhe këtij them, i le 24 orë, jo ti heqet gjitha, po të kërkoje falje për ndryshe, YouTube jo do të mbylli, po YouTube do bi kërkesë për arrestimin e të dyve këtyre. Pra, i themi njëherë, Babarama, Ilir, këtë radhë të ka rënë sharra në gozhd. Unë të kam ndjekur gjithmonë ty në për televizore, sidomos në televizorin e italianit, që bën 5 pyetje, e flet gjëra broçkulla për çdo njeri. Njëherë shan qeverin, njëherë lufton Berishën, shan Berishën, lufton qeverin. Po më thuaj, ku e ki jetat pasuri që ke? Duhet më thuash pasuri që ke, Ilir, që ke dal aty dhe llamatet dhe ke hapur dhe në internet me këtë djalin. Ke hapur 5-6 gjëra, pra edhe ty të paralajmërova më përpara, njerëz të mi të kam paralajmëruar, dhe ke thënë që a më forconi, jo Ilir, ti nuk je gazetar, ti je një cop ignoranti, ti je një cop hajduti, ti gjithmonë s'ke qenë kur jetën tënde në punë, po vetëm me mashtrime, vetëm me propagandë ke bërë, sidomos kur bën me propagandë që i thret njerëzit aty, kur e ke zënë, jo, ti thuash Juri Kim, po i ke thënë Kimete. Pra, largoj sa më parë, dhe unë po a them e televizorit tjetë që më kërkojnë, të gjithë televizorit më ka kërkuar. Ja po e them publikisht. Më ka kërkuar Klani. Po thuaj të gjithë televizorit, Top Channel, News 24, A2, televizori italianit, që i themu televizori italianit, Raport TV. Më kanë kërkuar.
Të dashur shqiptar, është tur për mua të vete më televizorët e spiun lekut që bejnë për 35 vjetë, që kanë qorentuar ju. Unë them atyre të televizorët, emër me emër. A e shikoni sa klikime e beni? A e shikoni kur bën 5 pyetje ti Ilir Babameto? Të ven jo më tepër se 200 veta për 2 orë. A e shej që nuk u përfill njeri? A e shini që ju po vithi shqiptarët, por aman do përfundoni të gjithë të arrestuar. Kjo është mbi të gjitha. Pra, kaq kishe për këta 2 veta, unë kam për një kohë do në Tiranë. Kam thënë që do bëj Shqipëri me kufi natyror. Ka disa kohë që kam krijuar qeverinë teknike. Nuk jam në njëje, por jam gati në zyrë që çdo njeri që vjen. Unë po bëj një kërkesë të gjithë shqiptarëve ku ndodhen në botë, në Shqipëri dhe jashtë saj. Të dashur shqiptarë, na dërgoni sa më parë. Çfarë shkollë keni bërë? Ku jetoni në mërgim? Dhe a keni dëshirë të bëni në qeverinë e 13 ministrave që janë? A keni dëshirë, të dashur shqiptar, të bëni gjyqtar, të bëni prokuror, të jepni mësim në universitet, të jepni për inxhinierin, për ndërtimin, për rrugët, që do bëhet Shqipëria një Amerikë e vogël. Sidomos të dashur shqiptar, duhen me qindra ambasador në të gjithë botën, që kur një ambasador tjetë në Francë, të mos tallet palo francezi me shqiptarë si që shtallur këto vite që punojnë, e u marrën pasaport në shqiptarëve u hedhën dhe ambasada e Shqipërisë për sekser. Jo, kur tjetë ambasador, po t'i ndodhi diçka në aeroport, o në rrugë, o kudo, një shqiptari, ambasadori ka të drejtë urgjent të vej dhe t'a liroj. Dhe t'i thot ati shteti që ne jemi shqiptarë, që ne kemi krijuar botën, që ne jemi ata më të mençëm se ju, më të zgjuar, më intelektual. Pavarësisht se ne, qeveria e 35 vjetëve, partit, na kanë shfrytzuar, na kanë ulur autoritetin. Ja, si që tha Qelniku, që i bën shqiptarët bakti. Jo, si jemi baktine. Ne jemi njerëzit më të zgjuar të botës. Ne jemi gjua më e vjetër në botë. Ne jemi njerëz që kudo që kemi vajtur, kemi bërë emër. Në Amerikë, të dashur shqiptar, që më 91-shin, deri më 98-99, ata sot janë profesora, janë inxhinera, janë tregtar, janë punojnë në shtet, sepse e kapën gjuhën shumë kollaj. Din 5-6 gjuhë shqiptarët janë në Amerikë. Shqiptarët janë në Evropë. Dini gjuhë. Kudo, në Francë, në Spanjë, Itali, Gjermani, pavarësisht se Gjermania dhe Italia shtona. Jemi gjaku jonë, arbër. Jemi shqiptarë, të dashur shqiptarë. Pra, këta na kanë ulur deri më sot. Unë u bi thirrje të gjithëve. Kush e të arsyeshme pozitën e tij. Ka vende sa duash bosh, të dashur shqiptar. Ka vende. Do bëhet me president. Ka vende për të zgjedhur deputet. Unë po e përsërit edhe një herë, të dashur shqiptar. Nuk do quhen kryetarët e bashkisë, po do quhen governor. Çdo qytet i Shqipërisë dohet më vete, të dashur shqiptar. Do mbledhi taksat. Më vonë, mbasi të mbaroj unë, do them diçka për ministrin e ekonomisë. Pra, të dashur shqiptar, Shqipëria do bëhet lule. Dohet shteti 51, po jo të varet nga Amerika. Ne do t'i marrëm Amerikës të paktën $2 bilion çdo vit. Dohet ushtria amerikane serioze, që mund të kenë një fëmijë 2, jo ushtarë të thjeshtë. Janë gati, të dashur shqiptar.
rreth kufirit tonë në Kosovë. Pa marrësi se që janë. Jo, Kosova do bëhet qeveri teknike. Maqedonia po ashtu, dashur shqiptar. Shqip forësit, si në Kosovë, si në Malzi, si në Maqedoni, kanë vjedhur për këto vite, dashur shqiptar. I kanë vjedhur, i kanë trupruar shqiptarë. Janë bërë bashkëpunëtorë me sërbët. Çdo gjë doli e vërteta. Kam thënë, janë shumë për ta arrestuar. Aman, do bëhet Shqipëria vendi më i bukur në botë. Do bëhet Shqipëria që do luten do vinë këtu, por nuk do shesën tokë shqiptare, të dashur shqiptarë. E kjo është e shqiptarëve. Po do vinë, si thot zonja e Brukselit, presidentja e quajtur Evropë, as na intereson fare për ata, që janë kurkushi, do sjellëm, jo dashur shqiptarë. Ne do sjellëm të naftës nga Amerika. Ne do sjellëm kompanitë më të mira të Gjermanisë, të Austrisë, që të jenë këtu për 10 vjet, ta shfryzojnë, bas 10 vjet e kanë shqiptarë. Këtu do bëhen rrugët më moderne. Të dashur shqiptarë nuk do ketë tra, si që kanë bërë të quajtur rruga e Kombit me 2. Të dashur shqiptarë, autostradë quhet me 3. 3 e 3, 6. Po mos që e me 6, nuk është autostradë. Nuk mund të paguash të dashur shqiptarë. Në rrugën e Kombit kam shkuar, qëllimisht, ka dhe vende që kalojnë të dyja makina në një vend. Asaj mund t'i thosh autostradë? Jo. Asaj i thonë korrupsion, që ka vjedhur Luli bashkë me qeverinë atë kohë, biliona dollar. Se bashku me Turku. Ne i dim të gjitha dashur shqiptarë. Të gjitha parat do t'u kthehen ju. Pra, unë shoh të dashur shqiptarë, si që thash, shoh një restorant modern. Pe një familje, vërtet familje patriote, me mbjermin Gjusi. Ka vajtur kja restorant mërëm të dashur shqiptarë, i zoti restorant i biri ti, një punëtor, si që kam thënë shqiptarët janë punëtor, në tokën e sërgjyshve të ti, ku a i jetonte, ka bërë restorantën, ishte plot për plot, dhe vinte i biri ti, shefi i kuzhinës, dhe i pyeste një nga një klientët e ti, si u duket ushqimi, një ushqim që unë s'kishe parë, deri më sot, ka që kohë që kam në këtë tiranin e korruptuar. Pra të dashur shqiptarë, si ky zotnia, si familje patrioti, si familje që ka patru pasurie, si ka marrë akoma pasurit e ti, kështu do të bëhen shqiptarë, të kenë restoranta, as taks, do t'u a thot më vonë ministri. Si ky i duam, në nderojnë të dashur shqiptarë, në nderojnë, sepse i zoti, i biri, punon në kuzhinë, i veshur kuzhiner dhe del dhe i përgëzon myshtërinë e tij. Ushqimi modern. Pra, këta dua unë që të bëhen dashur shqiptar. Dhe unë i ftoj të gjithë këta të Tiranisë. Shkoni provojnë në restorant, pamarësisht se duhet bëni telefon, se vendet ishte mbushur plot. Jam habitur mbrëm me respektin e tyre, pamarësisht se nuk më njihni se kush jam. Por respektin të gjithë e kamarierët të Zot. Si u kam thënë dashur shqiptar, kamarierët që punojnë sot janë jurista, janë inxhinera, janë doktor, por nuk janë në punë. Sepse bolshevikët, komunistët, spionët, që janë shpërndarë në për gazetari, që janë shpërndarë në për televizor, që janë shpërndarë janë për deputet, ata janë minjorant që ka patur toka e Shqipërisë. Andaj u ka erdhur keq. U ka erdhur keq spahiut, sepse e pa që erdhi intelektual. Pra si ajo restorant, unë u kam thënë e më para në Fier, me një restorant në një kishë të vjetër, restoranta moderne, një djalë inxhinier i ri, i naftës, punonte kamarier. Nuk është turp, është nder. Po pse kamarier të punoj intelektuali dhe ignoranti,
dhe shqipfolsi dhe spioni sërb grek të jetë në qeveri. Si puna e Barjamit, kapter Barjamit, një copë me dy sy. Si puna e Edi Ramës, që po prish s'ka lënë gjë pa prishur këto ditë. Unë nuk kam thënë shqiptar, edhe policisë, mos shkoni. Mos shkoni po prishni ditë e fundit, sepse kjo qeveria e 35 vjetë do përfundoj mbrapa hekurave. E do ketë fat tjetë mbrapa hekurave. Pra të dashur shqiptar, Tiranës, që jini, provojeni në restoranta si kjo. Pamarësi se nuk do ketë vende. Po ne këshu i duam, si kjo zotnia, këshu e duam Shqipërinë, që të ketë blegtori, që qeveria presidenca e ardhshme që t'japi fonde blegtorisë, ekonomisë, bujqësisë, që çdo bujk në përmale, ku do t'jetë në majtë të malit, do ketë blegtori, do t'ipen fonde, sa më shumë fonde t'i japësh, aq më para do bi Shqipëria. Pra, unë po e përfundoj dashur shqiptar, durim, arestime, qeverin teknike kemi bërë, jemi shumë shpejt për të kaluar, e kemi gati, kushtetuta është amerikane, programi është bërë më 2000 cashin, çdo gjë po vinë intelektual më tepër, pra mbas me do shihni intervistën të dashur bashkëdhetar shqiptar, të ministrit të ekonomisë, do të shihni vetë, do thot si do hapen tregtit, si qa taksi do kenë dyqanet, qa taksi do kenë tregtarët, sepse këtu do filloj nga fillimi, do jetë 90-ta. E po apërsit, pse 90-ta? Për arsye se të gjithë çka mbi tokën e shqiponja, në tokën e shqiptarëve që është kuqur nga luftrat që kanë bërë, por ne kurriz nuk a kemi kthyer, por aman, e them të dashur shqiptar, shqipfolësit na kanë hypur mbi kurriz. Pra, erdhi koha e juaj, erdhi koha e shpëtimit. Pra, ministri do të shihni vetë, ai një nga ministrat që do tjetë, një nga ekonomistët, nuk e them vetëm për Shqipëri, dashur shqiptar. Është profesor në Kosovë, në Shqipëri dhe jashtë shtetit. Është një nga të katërt të Ballkanit që ka dalë i pari. Ekonomist vërtet. Do t'ua shpjegoj pik për pik. Dhe nëse ju keni diçka, mund ta shkruani poshtë aty edhe t'u kthejmë përgjigje javën tjetër. Pra, e njëherë dashur shqiptar, mbas me është ministri i ekonomisë, pra e njëherë, natën e mirë, miru pafshim nesër dashur bashkëdhetar shqiptar, dhe çdo gjë që keni na shkruani, sa më shpejt na dërgoni kush e shen veten të arsyeshme për qeveri, për ambasador, për deputet, për senator, se po pregatitemi për të bërë qeveri teknike 3 muaj, dhe mbas 3 muaj zgjedhjet do bëhet me president e jo me kryeministër. Pra me kushtetut amerikan. Natën e mirë dashur shqiptar, miru pafshim nesër.